Me se erdhë të dashur Luan, në letra të fejnë, jam Diana dhe do bëjmë leximin e radhës për ju. Sot është dita t'ju qortoj, të them kështu, duhet të shohim po temën që kam zgjedhur, çfarë duhet të ndryshosh tek vetja që jeta jote të ecë përpara. Ndonjëherë të dashur Luan, nuk janë njerëzit apo fati që na mbajnë në vend, por disa zakone që kemi krijuar vetes pa e kuptuar. Do thot të shohim që nga letra e parë çfarë mesazhi do na japin letrat sot. Luan, filloj me një letër që flet për ekuilibrin, dy të tokës. Më duket sikur kohën e fund po përpiqesh të mbash shumë gjëra njëkohësisht. Punë, familje, financa, përgjegjësi, plane. Dhe ndërkohë po përpiqesh të tregosh të gjithëve se je i mirë. Ke një zakon të çuditshëm, Luani, edhe kur je i lodhur nuk e pranon lehtë. Vazhdon të shtysh përpara, sepse nuk të pëlqen të dukesh i dobët apo i pafuqishëm. Kjo letër të paralajmëron se nuk fiton asgjë duke u mbi kërkuar. Nuk je makinë. Ka ditë kur duhet të pranosh se nuk mund t'i bësh të gjitha. Ndonjëherë problemi nuk është se ke shumë punë, problemi është se nuk di cilën duhet ta lësh për nesër. Nëse vazhdon t'i thuash po çdo kërkesë dhe çdo përgjegjësie, një ditë do ta kuptosh se ke harruar t'i thuash po vetes. Ta harrosh dhe veten. Prandaj dhe kemi vetja, self, letra që të vë përballë pasqyrës, Luani. 1-1. Është mësuar të duket i fortë, Luani, absolutisht. Jeni mësuar të jepni përshtypjen se e ke situatën nën kontroll. Edhe kur diçka nuk shkon, shpesh zgjedh të buzëqesh dhe të vazhdoj. Por pyetja është, a je po aq i sinqert me veten sa je me të tjerët? Sepse ndonjëherë mashtron edhe veten. I thua vetes se nuk të bëri përshtypje, nuk të lëndoj, nuk të intereson, ndërkohë brenda vazhdon të mbash atë situatë me javë ose muaj. Kjo letër të kërkon të mos luash gjithmonë rolin e njeriu që nuk e prek asgjë, sepse të pranosh një dobësi nuk të bën më të vogël, Luani, të bën më të vërtet. 10 të ajrit. Flet për një mbyllje cikli. Mund të jetë një njeri, një zhgënjim, një mënyrë të menduari, ose një pritshmëri që vazhdon të mbash gjallë, edhe pse e di që nuk ka më të ardhme. Problemi të dashur Luan është ndonjëherë nuk heq dorë jo sepse ja vlen, por sepse nuk do ta pranosh që ka marrë fund. Dhe sa më gjatë ta mbash të kaluarën me vete, aq më pak vend mbetet për gjëra të reja. Ka raste kur të vazhdosh përpara nuk është tradhti ndaj asaj që ke jetuar. Është respekt ndaj jetës që ke ende për të jetuar, Luani. Tet që i zjarrit vjen ndryshimi madh dhe uroj për të gjithë Luanët. Kjo letër sjell lëvizje, mundësi, telefonata, takime, vendime të shpejta, jeta fillon të ecën më shpejt. Por kjo letër dhe të paralajmëron për një zakon që ke, të entuziazmohesh shpejt, dhe po aq shpejt humbet interesin kur gjërat nuk ecin sipas ritmit që ke në mendje. Jo çdo sukses vjen me njëherë shpejt, të dashur Luan. Jo çdo projekt shpërblehet brenda pak javësh. Kjo letër të kërkon këmbgulje, sepse ndonjëherë nuk fiton ai që është më i talentuar, fiton ai që nuk dorëzohet pas pengesës së parë. Thot këmbgulje më të madhe dhe peshqja e ajrit flet për konfliktet, por jo vetëm ndoshta me të tjerët, edhe me egon e juaj. Ka raste ku ke pasur të drejtë, por mënyra si e ke mbrojtur atë të drejtë, ke prishur më shumë se sa ke ndërtuar. Të marr një shembull. Ke të drejtë në diçka që mendon dhe je duke mbrojtur,
por mënyrën se si e themi na bën automatikisht na kalon nga të drejtit në të padrejtë. Pra, sepse ndonjëherë, pra siç thashë, dëshiron më shumë të fitosh debatin se sa të zgjedhësh problemin. Pyet veten, çfarë është më e rëndësishme, Luani, të dalësh fitues apo të ecësh para? Unë e di që e mendoni të dytën, por pse gjithmonë e zgjedhni të parën në të shumtën e rasteve? Ka njerëz që nuk ndryshojnë sado t'u shpjegosh. Ka debate që nuk të sjellin asgjë, dhe një nga shenjat e pjekurisë është të dish cilat betejë nuk ja vlen më. Kjo është e këshilla për ju. Pra, sado që ti shpjegosh dikujt, nuk merr vesh. Sado që ta them, ky debat nuk të sjell asgjë, pse e vazhdon? Kjo është ajo që nuk ju le të ecni para dhe të fokusoheni në gjërat që kanë rëndësi. Meitën është vajza. Kjo flet për një fillim të pastër, për një mënyrë të re të jetuarit, Luani, për aftësinë për të çliruar nga pesha që ke mbajtur mbi supe. Kjo letër të kujton se nuk ke pse të mbash gjithmonë rolin e njeriu që duhet të jetë më i forti. Nuk ke pse të gjesh gjithmonë fjalën e fundit, apo ta kesh fjalën e fundit. Nuk ke pse të fitosh çdo betejë. Ka një liri të madhe kur fillon të jetosh më thjesht, kur ndalon së provuarit të ndihmosh të dëshmosh të tjerëve kush je. Sepse njerëzit të vlerësojnë vërtet nuk kanë nevojë për prova. Ata që duan të shohin, i shohin vetë. Të dashur Luan, këto letër tregojnë historinë e njeriu që mban shumë përgjegjësi, por edhe shumë peshë emocionale që nuk e tregon. Përpiqesh të kontrollosh gjithçka, e ke të vështirë të pranosh fundet. Ndonjëherë këmbgul edhe aty ku duhet të largohesh. Dhe her pas here e ngatron forcën me nevojën për të mos u dorëzuar kurrë. Mesazhi këtyre letrave është shumë i qartë. Jeta jote nuk do të ecë përpara kur të luftosh më fort. Do të ecë përpara kur të mësosh të zgjedhësh për çfarë ja vlen të luftosh dhe çfarë është koha ta lësh pas. Sepse njeriu më i fortë nuk është ai që mban gjithçka mbi supe, është ai që di çfarë nuk ka arsye të mbajë.